Ndërkohë vazhdojmë me përgatitjen. Fillimisht në një tenxhere do të shtojmë 100 gram margarinë. Mund të përdorni edhe gjalp në recetën e njëjtë. Tani tek margarina do të shtojmë qumësht. Qumësht në total do të përdorim 1 gotë çaji, nga këto gotat e çajit që janë më të vogla, cilat janë 110 ml. Tani brenda në tenxhere do të shtojmë edhe 100 gram çokoladë. Çokolada që po përdorun është çokoladë për gatim. Tani vazhdojmë në zjarr mesatar, presim derisa të shkrihet gjalpi edhe çokolada. Ajo që do t'ja jep shijen unike kësaj recete është salca e kusit, ajk, shmand, pavllak, në vende të ndryshme njihet me emra të ndryshëm. Në total do të shtojmë 180 gram. Vazhdojmë dhe përzijemi mirë tani, nga nxehtësia e produkteve tjera, salca e kusit do të shkrihet shpejt, thjesht vetëm vazhdoni dhe përzijeni. Dhe tani vazhdojmë me njëherë që brenda të shtojmë biskotat bluara. Në total, në këto masa, duhet që të shtojmë 250 gram biskotat bluara. Tani përzijemi pak. Për t'i shtuar shijen edhe më shumë kësaj ëmbëlsire, do të përdorim edhe jafa biskota, pra jafa kollaçe, 120 gram ose 1 pako, por do të vazhdojmë që t'i prejmë copëza më të vogla. Kjo do t'ja thekson edhe më shumë shijen kësaj ëmbëlsire. Tani vazhdojmë që këtu t'i shtojmë edhe jafa biskotat. Pasi e përzijemi mirë, tani masa për pjesën e poshtme është gati. Vazhdojmë dhe ja japim formën. Tani marrim një tepsi ku do ta shtrojmë ëmbëlsirën dhe për t'ia dhënë formën, unë përdor një kallëp të tillë në dimension me numër 26, sepse dua që tortat më bëhet pak më e trashë. Për atë arsye po e bëj një kallëp më të vogël. Me ndihmën e një gote të çajit, vazhdojmë me shtypim kështu mirë, që ta bëjmë të barabartë në të gjitha anët. Në një tenxhere më të vogël kam shtuar 400 gram mjedra të ngrira. Mund të përdorni cilin do frut që ju keni dëshirë, por kjo ëmbëlsirë mua më shumë ti më pëlqen kur e kombinoj me mjedra. Tani te mjedrat unë do të shtoj 3 lugë gjelle me sheqer pluhur. Mund të shtoni edhe sheqer të thjeshtë. Gjithashtu do të shtoj vetëm 3 lugë gjelle me ujë. I vendosim tani në zjarr mesatar dhe presim derisa mjedrat të shkrihen tërësisht. Tani në një enë më të vogël shtojmë 2 lugë gjelle me një shiste. Për ta tretur një shisten do të shtojmë 100 ml me ujë. Dhe vazhdojmë me njëherë e përzijmë mirë që të sigurohemi që nuk do të mbesen ngrutka këtu dhe të na bëhet edhe kremi më i mirë. Në që frutat janë nxehur mirë, vazhdojmë brenda e shtojmë përzierjen e ujit me një shiste. Duke përzier, e zijejmë edhe 2-3 minuta tjera, derisa kremi të fitoj trashësinë e dëshiruar. Tani që kremi me mjedra ka fituar trashësinë e dëshiruar, vazhdojmë me njëherë e shtojmë sipër ëmbëlsirës. Tani për ta mbuluar sipër ëmbëlsirën, përsëri do të përdorim çokoladë dhe përsëri në enë po shtoj edhe 100 gram tjera me çokoladë. Për ta shkrirë çokoladën, zakonisht përdor krem pana. Krem pana për ëmbëlsira dhe dikun do të shtoj parafërsisht 100 ml. E vendosim tani në zjarr mesatar derisa çokolada shkrihet. Çokoladën me krem pana e shkrim gjithmonë kur përgatisim ëmbëlsira si torta të tilla. Në këtë mënyrë çokolada kur të ngrihet nuk shtrëngohet shumë dhe bëhet më kremoze. Dhe tani me çokoladën e shkrirë e mbulojmë tërë ëmbëlsirën. Dhe gjithçka që duhet bëjmë tani është që të presim që ëmbëlsira të ftofet. Sa më gjatë pushon, aq më e mirë bëhet. Unë zakonisht lejoj që më së paku të pushojnë 6 orë, por është ideale që të pushoj gjatë gjithë natës në frigorifer dhe ta shërbeni ditën e nesërme. E pasi është ftofur ëmbëlsira, e kam dekoruar pak dhe është e gatshme për të vazhduar dhe për ta shërbyer.